Një val e egër i ftohtë ka përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke shënuar një nga episodet më ekstreme të dimrit në dekadat e fundit. Temperaturat kanë rënë në nivele alarmante, ndërsa autoritetet flasin për një stuhi historike që pritet të prek deri 220 milion banor në mbar vendin. Në New York, termometri ka zbritur në -23 gradë Celsius, ndërsa në rafshnaltat veriore temperaturat kanë arritur nivele rekord prej -46 gradë Celsius, duke kthyer motin në një kërcënim serioz për jetën dhe infrastrukturën. Rreth 40 shtete janë vënë në gjendje gatishmërie, ndërsa 12 prej tyre kanë shpallur zyrtarisht gjendjen e jashtëzakonshme. Edhe qytete të mëdha si Chicago po përballen me kushte ekstreme ku temperatura ka rënë -27 gradë Celsius, duke ngritur shqetësime serioze për sigurinë e banorëve, veçanërisht për të pastërehët dhe të moshuarit. Kriza ka paralizuar dhe transportin ajror, mbi 10.000 fluturime janë anuluar, duke shkaktuar kaos në aeroportet kryesore të vendit. Meteorologët e Shërbimit Kombëtar të Motit e përshkruajnë këtë stuhi si një fenomen të rrallë dhe jashtëzakonisht të rrezikshëm. Sipas ekspertëve, shtresat e trasha të akullit që pritet të formohen mund të shkaktojnë dëme serioze në rrjetet elektrike, rrugë dhe ndërtesa, duke lënë pasoja fatgjata. Pamjet nga tereni tregojnë radhë të gjata qytetarësh jashtë dyqaneve për furnizim me bazë, ndërsa raftet po zbrazen me shpejtësi. Frika dhe pasiguria kanë pushtuar shumë zona, ndërsa autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të qëndrojnë në shtëpi dhe të shmangin udhëtimet e panevojshme. Kjo është një stuhi që do të mbahet mend për vite me radhë, paralajmërojnë meteorologët, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës përballen me një nga provat më të vështira të këtij dimri.